Helikopter të çmontuar në kamion u pa në mbrëmjen e së martës në afërsi të Kumanovës. Sipas shoferëve të ngarkuar kanë helikopter ushtarak të llojit Mi-8. Ata thonë se kanë marrë rrugën për Ukrainë, por do të vinë sërish të marrin edhe 6 helikopter të tjerë. Nga Ministria e Mbrojtjes mësuam që helikopteret i takojnë brigadës së aviacionit ushtarak të ARM-s, të cilët janë dërguar për riparim, por nuk precizojnë se ku do të dërgohen. Ministria për shkaqe sigurie nuk bën të ditur se sa do të zgjatë procesi i riparimit dhe sa helikopter kanë mbetur në funksion, por thonë se 2 helikopteret të fundit të cilët janë kthyer në funksion janë riparuar në Lituani. Gjatë ditës së djeshme filloi bartja e një pjese të helikopterëve të brigadës së aviacionit të ARM-s. Riparimi i helikopterëve bëhet në pajtim me planin afatgjat për zhvillimin e mbrojtjes. Në fakt, rezultatet e projektit i pam në fillim të këtij muaji, kur 2 helikopterë të ARM-s pas riparimit u vunë në funksion të brigadës së aviacionit. Burime nga ARM-ja thonë se në mars të vitit 2015 helikoptereve ju kanë skaduar garancit për fluturim dhe sipas kontratës për servisim të njëjtë duhet të riparohen në Ukrainë, ku edhe janë blerë në vitin 2001. Prej 2 vjetësh sipas ARM-s, 8 helikopterët kanë mbetur jashtë funksionit për shkak se reparti i aviacionit në Luganski është shkatruar plotësisht nga lufta aktuale në Ukrainë. Generali në pension Ilia Nikolovski tha se turbulenca politike nuk është në favor të armatës për të mos qenë kompletuar në pajisjet ushtarake. Në këtë situatë kur kemi ministër teknik të mbrojtjes, mendoj se koha nuk është e qelluar e as adekuate, nëse këtë nuk e kanë bërë deri më tani. Duhet të lihet kjo të bëhet nga një qeveri tjetër. Me që nuk është treguar cili është çmimi i riparimit, kam informacion që mirë është të blihet helikopter të ri sesa të vjetrit të riparohen. Përderisa helikopterët janë jashtë funksionit, pilotët rrezikojnë të humbasin licencat thonë nga ARM-ja, që sipas standardeve të NATO-s pilotët duhet të plotësojnë numrin e caktuar të orëve në fluturim. Pilotët e caktuar të cilët kanë marrë leje për pilotimin e helikopterëve Mi-8, Mi-17 dhe Mi-24 e të tjerë, nëse nuk e plotësojnë numrin e caktuar të orëve për fluturime në ajër, do të humbasin lejet dhe duhet sërish të hyjnë në provim. Pilotët e tanishëm të cilët nuk kanë me çka të fluturojnë, praktikojnë një numër të orëve të caktuar të fluturimit në simulator. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, brigada e aviacionit ushtarak është e pajisur me helikopter transportues Mi-8, Mi-17 dhe helikopter luftarak të tipit Mi-24. Për modernizimin e armatës në periudhën 10 vjeçare janë ndarë 317 milion euro thuhet nga Ministria e Mbrojtjes.